Që protestat të tilla përveç në Tiranë, që është e dyta që u organizua pas Prishtinës, e cila u mbajt më 7 gusht, duhet të bëhen edhe në Maqedoni të Veriut dhe po ashtu në Preshevë, Bujanës, kudo që ka shqiptar në secilin komunë të Kosovës, po ashtu duhet të ketë protesta të tilla që të ngrihet edhe më zëri kundër padrejtive që po ndodhin në Hagë. Përveç qytetarëve e shohim, nuk e di nëse kemi pamundur ose e kemi të mundur t'u lejojmë ose t'ju sillim me pamje, ka edhe këngëtarë që janë ftuar po ashtu të performojnë në këtë protestë. Është Shkurte Feza, këngëtarja që njihet për këngën Mora Fjalë, që e këndon në jo pak vende të rëndësishme dhe në kësi situata, sidomos ku tubimi ka karakter patriotik. Mora Fjalë sigurisht do të dëgjohet duke jehuar këtu në sheshin Skënderbej në mes të Tiranës, pasi po e shohim që ajo që e këndon më së shpeshti këtë këngë, Shkurte Feza, tashmë gjendet këtu krejt afër binës, e veshtur po ashtu me veshje paksa kombëtare, me motive kombëtare, themi më saktësisht. Derisa ata personazhet më karakteristik, më të veçantë që i kemi takuar gjatë kësaj proteste, ne po ashtu ju kemi sjellë materialin në redaksi që besoj do të transmetohen në këtë speciale të organizuar specifikisht për këtë tubim dhe këtë protestë që po zhvillohet këtu në Tiranë, por që të tillë ka edhe më. Një e kam këtu afër vetës, e kam një qytetar që përveç është veshur me UÇK komplet, me uniformë, i ka dhe duart e lidhura që e dallon pak edhe me pjesëmarrësit e tjerë këtu në sheshin Skënderbej, që në fakt janë të shumë. Nderuar, nëse mund ta tregoni emrin mbi emrin edhe simbolika e prangave që i keni vendosur në duar. Unë jam Aslan Elçani, fshatit Banjic, komuna Drenasi. Arsyeja pse jam marrë me pranga ose krejt ushtria çlirimtare janë të burgosin derisa të lirohen ata. Për atë arsye jam me pranga lidhë. Shkë një aksion simbolik? Simbolik. Krejt ushtria çlirimtare e Kosovës janë në pranga.